me marrëveshjen dypalshe që i hap rrugë transferimit. Siç rezulton në shkresa pa kënaqësia britanikëve lidhe me mënyrën si po llogaritej Burgosja. Sipas britanikëve që përmes ambasadës janë drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, kjo gjë mund të sillte në Shqipëri lirimin e mëvonshëm të vrasit dhe me këtë argument kanë kërkuar apelimin. Duke pranuar shqetësimin e tyre, gjykata e apelit vëren gjithsesi se mungesa e një qëndrimi të unifikuar institucional rrezikon të mos i shërbejë qëllimit që është bashkëpunimi ndërkombëtar. Në vendim detajohet se Merisa i kthyer në një personazh TikToku e po aq edhe mediatik, u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e Hemwand Ali Hussein, krimi ndodhur për influenca droge. Megjithëse nuk identifikohet si personi që qelloi viktimën me çifte, Merisa u angazhua në një takim 8 ditë para krimit dhe më pas ekspozohet për blerjen e një sopate dhe litarëve, të cilat i transportohin në vendngjarje. Gjykata thotë se në krim morën pjesë 8 persona, ndërsa si bashkëpunëtor shfaqen Nosa Safari, Qasim Marku dhe Dorian Pria të dënuar për vrasje me paramendim. Njohja e vendimit penal ndaj të dënuarit Merisaj u krye në bazë një marrëveshje të ratifikuar midis Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe, gjë e cila ndër vite ka sjellë transferimin e shumë shtetësve shqiptar në vendin e tyre për të vuajtur dënimin që kanë marrë në Britaninë e Madhe. Prej nënshkrimit të marrëveshjes për të transferuar të dënuarit shqiptar, u llogarit të sillen në Shqipëri 200 të burgosur, për të cilët mbas dhënies së pëlqimit janë hapur procese gjyqësore për njohjen e dënimit. O Leon çuna dhe goca Xhes. O çai ishte, nuk e keni dëgjuar? E keni dëgjuar apo jo? E keni parë lajmet? Do me thënë që do ta sjelli për Shqipëri, por unë nuk arrit ta kuptoj si ka mundësi që ku i gjetën vëlla. Ku i gjetën? Gjykata e apelit në Tiranë vendosi të pranojë njohjen e vendimit nga burgimi i përjetshëm në 35 vite dënim për Eugert Merisaj, një 35 vjeçar i cili në mungesë rekursit të prokurorisë do të transferohet si i burgosur në Shqipëri. Mbasi apeli u fu në lëvizje nga britanikët që kundërshtuan njohjen me 32 vite burgim të Merisajt. Në këtë vendim të zbardhur gjatë javës, gjykata e shkallës së dytë shprehet se dënimi i gjykatës së Fierit nuk përputhet me marrëveshjen dypalshe. Nuk e di si e kanë nxjerrë kaq. Po pritet që ta sjellin, po nuk arrit ta kuptoj se pse e kanë nxjerrë në lajme, nuk arrit ta kuptoj. Nuk arrit ta kuptoj pse duan të bëjnë lajm për gjëra që gjithsesi është e drejtë e tyre. Ore Pablo. E pash, vëlla, e pash. E pash Manisën, e pash. E pash. Nëse lajm për ekstradimesh nuk ka asgjë të keqe, po. Kur e nxorën këta kaq shpejt me herë, kaq të gatshëm për të bërë lajm. Era. Mirë mbrëma. Nga që ka fanë dhe do në të bëjnë virale. Kanë dhe ata që bashkëpunojnë me gazetarët e Britanisë. Nuk e di. Ramaik. Bali është mirë. Te po tani çfarë bëjmë? Çuna do të çfarë bëjmë? E lënë rehat, çfarë bëjmë gazetave? Gazetat. Po e se mere vesh e Pablo, ku di gjana, e se mere vesh. Edhe mund të alinin, mos mershin me të, po duan të merën. A do ndodhi revolucion? Besoj se do ndodhi. Me qa po flitet që shumë emigrant po bëhen grupime për të ardhur për të ardhur për Shqipëri, besoj se mund të ndodhi, nuk është as pak e çuditshme. Është një protest që ka kaq kohë që po zhvillohet, është një protest që sinqerisht ka ngjallur shpresë, është një protest si asnjëherë tjetër që nuk bëhet nga parti politike, është një protest që bëhet nga gjithë Shqipëria.
Pra është një protest e jashtëzakonshme. Kështu që nuk është protest kundër Ramës, nuk është protest kundër Berishës, nuk është protest kundër Metës, por është një protest kundër gjithë sistemit politik dhe mënyrës se si ka funksionuar Shqipëria në 35 vite të ashtu quajturën demokraci. Kështu që është e vetmja mundësi, është ajo që ne kishim thënë se shoqëria ndjet e pa fuqishme, është ajo që ne kishim menduar se nuk kanë mundësi për të ecur më lart, por me sa shohim dhe me sa kuptojmë, është më së qartë që shoqëria është aty, shqiptarët janë aty dhe duhet vetëm të mos dorëzohen, duhet vetëm të mos tërhiqen. Në qoftë se do vazhdojnë, është e sigurt që diçka do ndodhi dhe diçka do ndryshojë për mirë. Të paktën do jetë edhe sikur të bëhet një qeveri teknike, apo edhe sikur të ndryshohet kryeministri, apo edhe sikur të ndryshohet sistemi i qeverisës, është e sigurt që nuk do e kenë më mendjen e fjetur hëse nuk na heq njeri, hëse populli nuk qohet. Se populli po u qua njëherë, jeni të sigurt se era e dytë nuk do jetë e largët. Dhe sinqerisht duhet të ndryshohet politika në Shqipëri. Duhet të ndryshohet mënyra se si qeverisemi, duhet të ndryshohet mënyra se ku vend taksa tona. Unë gjoja sot kishte dalë ai Taulant Balla dhe shpjegonte që në qoftë se thoshte projekti do jetë 4 miliard dollarësh, atëre ore beu, po ku i ore beu? Atëre thoshte 800 milion euro do shkojnë në buxhetin e shtetit. Ore dakord, do shkojnë në buxhetin e shtetit, po puna është se ju do t'i jepni për tendera. Nuk do t'i jepni ju pasandoja popullit për rroga apo për pensione, si thoshe ti do vën pensione na 250 milion euro në 500 milion euro. Por po do vën në buxhetin e shtetit, po ku ka vajtur ky lek që ka qenë në buxhetin e shtetit deri dje, tendera që i keni marrë ju dhe keni trashur bëthën. Dhe është shumë e qartë dhe ne e dim gjithë. Është shumë e qartë dhe ne e dim se si funksionon Shqipëri. Kështu që kishe dalë shumë bukur, kishe folur, po a nuk shpjegon ku vjen lekët tjerë, tendrat ku vjen. E ketë keqe të ky këtë gjë, të sqaroni muhabeti, ja këput pastaj thot një emër komentuesi të heq rëndësinë e muhabetit. Po çfarë të bëj Flori, mos ta lexoj unë ty komentin. Unë vetë sinqerisht jam shumë i lumtur për protestën që po ndodh. Me shpirt jam që protesta të ndryshoj sistemin komplet. Me shpirt dua që të gjithë ata që kanë ngrënë kurriz të popullit t'i